Rritja e çmimit të naftës dhe sigurimeve shoqërore me 25 deri në 30% ka sjellë prej ditësh reduktim të ndjeshëm të shërbimeve interurbane në Berat. Në terminalin e vetëm të qytetit, autobusët e linjave si Tirana, Durrësi, Vlora, Kuçova apo edhe të tjera presin pasagjer, por shumë prej tyre nuk nisen për shkak të mungesës së udhëtarëve. Kjo situatë që sipas shoferëve po përkeqësohet i ka detyruar të reduktojnë numrin e mjeteve në qarkullim. Numri autobusëve në linjën Berat-Tiranë është ulur me 30%, ndërsa në linjën Berat-Kuçovë me 40%. E njëjta situatë paraqitet edhe në linjat rurale, ku drejt fshatit Lumas nga 7 furgona kanë mbetur vetëm 3. Janë furgonat 8+, ose ata ndalen për stacionet e urbanëve dhe na i marrin pasagjerë. Në terminal autobusët vinë poshtë. Ne nuk po përballojmë kostot e shkëndijimit. Jemi falimentuar. Kemi 2-3 vjet, kështu që jemi të falimentuar. Ne kemi shkuar drejt falimentimit, po mbajmë të keq. Jemi të falimentuar. Na 100%. Na rritje sigurimet u rritën me 25%, 30% sigurimet brenda na janarit dhe këtej. Plus që kemi edhe problematikë taksit e pa licencuara që janë një lloj Kuçovë me bileta autobusi dhe pa asnjë lloj dokumenti. Shoferët e linjave interurbane shprehen se janë në vështirësi të mëdha financiare, edhe pronarët e linjave pohojnë se rritja e çmimit të naftës dhe sigurimeve i ka detyruar të nxjerrin mjetet jashtë shërbimit, pasi nuk përballojnë dot pagat dhe shpenzimet. Ata theksojnë se situata rëndohet edhe nga operimi i mjeteve pirate dhe taksive pa licencë, të cilët u marrin pasagjerët dhe detyrojnë autobusët të nisen me shumë pak udhëtar. Për arsye se nafta, po që është mjedi një gjysmore, kemi dhe probleme me urbanin, se një urban a vjen në gjysmore. Njerëzit janë të detyruar tani o do vinë në urban, o do vinë në këmbë. Kjo gjysmë orës për ne nuk është shumë e mjaftueshme. Marrim lek borç të nda makinat. Po pas që plot në skalën s'kemi të ardhur, kemi fëmijët për shkollat, ne sarim dot tani. Jemi të falimentuar. Pasagjerët sa vjen edhe paksohen, nuk ka. Çmimi i naftës plus taksa gjitha bashkë, jemi drejt falimentimit. Shoqëritë e transportit interurban i bëjnë thirrje shtetit për rimbursimin e naftës dhe kërkojnë nga bashkia masa ndaj linjave pirate që operojnë jashtë ligjit.